nuk i ka kryer si kryetari LDK-s. Dhe nga njëra anë, domethënë dokumentet zyrtare të partisë ja imponojnë një dorëheqje të tillë, ai e di që presioni është i madh që të japë dorëheqje, e ka ditur edhe më herët për lëvizjet e grupeve të ndryshme të interesit brenda LDK-s, të cilës se kam parë me sy të mirë, domethënë performancën e tij në raport në aspekt organizativ, në aspekt të leadershipit, në aspekt të përqendrimit partisë të një grupi caktuar njerëzish të cilët kanë qenë kryesisht besnik të tij, në aspekt të përjashtimit të disa figurave, po edhe në aspekt të bërjes politike në raport me vendosjen, edhe sidomos me krizën që ka kryer Kosovën parlamentare nga zgjedhjet e nënshkullit. Pra, domethënë në të gjitha këto gjëra, domethënë ka pasur pakënaqësi të vazhdueshme brenda LDK-s, qofshin të artikuluara publikisht, po edhe më shumë në organizime private, dhe është pritur që domethënë të shohim të shihet rezultati, dhe është parë që LDK-ja nuk është në pritshmëritë, domethënë nuk është në atë rezultat me matet përkatëse të asaj që proklamonte kryetari LDK-s Abixhiku në publik, edhe për cilën e dilti në studio televizive kështu me radhë, edhe me takimin me votuesit. Pra, në një anë kemi domethënë grupe të pakënaqura, minimalisht një grup të fuqishëm brenda, po edhe të tjerë aktivistë dhe deg. Nga ana tjetër kemi një kryetar të dorëhequr, i cili diçka i ka metur peng nga pa kryer, si punë pa kryer. Si thonë Zaliaj, Zoti Zaliaj tha që mund të ketë një presion, është i vënë presion, e përmendi Pejen, mund të vinë nga Peja, nuk përmendi emrat se nga kush, por tani, po të shikojmë se çka ka ndodhur vitet e fundit me LDK-n, edhe dyja fushatat elektorale, edhe domethënë le të themi edhe po të themi anën vizuale që ka lidhje me PR-in, me shpenzimet e partisë, edhe me nënshkurt edhe me 28 dhjetor, është mundur që zoti Abixhiku mund të ketë hyrë në diskutime të caktuara me grupe interesit, të cilat eventualisht mund t'ia diktojnë një agjendë caktuar për të vazhduar një linjë të partisë. E kam vështirë të mendoj që është vetëm një degë e caktuar e cili do të kishte fuqinë kaq të madhe për të diktuar kryetarin e LDK-s, sepse atëherë LDK-ja do të kthehej në një parti jo më rajonale, po domethënë e një qyteti, e cila pastaj do të ishte totalisht në kundërshtim me historinë e LDK-s, me frymën e saj, me atë rol që ka pasur në shtetin e Kosovës e kështu me radhë, që nga presidenti Rugova e kështu me radhë deri ditën e sotme. Kështu që vetëm ka vështirë që të jetë vetëm struktura politike të caktuara, të cilat mund t'ia imponojnë kryetarit të rizgjedhjen apo presionin në këtë aspekt. Domethënë e shoh disproporcionale këtë lloj presioni. Në rast se vjen nga rrethet e caktuara që gravitojnë rreth degës së LDK-s në Pej, atëherë logjika ta do që kjo mund të jetë edhe ashtu. Është fol shumë nga këto rrethet e caktuara që gravitojnë rreth degës së LDK-s. Këtu e kam diskutimin. E kam vështirë ta di domethënë me emra, kështu që nuk po të di do flisja, po e kam fjalën që në këtë aspekt mund të jetë kjo gjë, edhe zoti Zaliaj si një domethënë figurë e është folur për biznesmen e rëndësishme, po. Më falni ta përfundoj analizën në raport me këtë çështje. Këtu ka mundësi që mund të ketë tensione. Edhe tensionet rrjedhin nga dy aspekte kryesore. Një, mosbatimi i statutit partisë. Kjo është e para. Në rast se nuk zbatohet statuti i partisë, aq më tepër në LDK, një parti e cila ka dhënë shembull në Kosovë, edhe në shqiptari, edhe në rajon për demokraci të brendshme, ka ndruar disa kryetar me votë, ka një lloj qytetarie dhe një lloj kulture politike e cila ka shërbyer si pikë referencë edhe në debatet tona mediatike në rang kombëtar madje, edhe për partitë e tjera, është kërkuar nga partitë e tjera të pjesë LDK-ja. Në këtë aspekt, mos respektimi i statutit pikë për pikë është do të thotë mos respektim i antarësisë së LDK-s edhe atyre njerëzve që kanë votuar për partitë. Kjo është arsye që mund të nxjerrë tensione. E dyta, paqartësia e dyta, kjo është e rëndësishme. Po ashtu paqartësia. Mendoj që figurat qendrore të LDK-s, qofshin ato që duan të kandidojnë ose të marrin partinë, udhëheqjen e partisë, duhet të jenë të qarta në gjërat që duan të bëjnë. Duhet dalin publikisht edhe të flasin, jo vetëm kuvent, po edhe për teti, domethënë edhe madje është dashur të flasin edhe gjatë këtyre ditëve, konkretisht se çfarë që për të mos luajtur me emocionet e njerëzve siç ta zoti Zaliaj, por po ashtu edhe për të dhënë LDK-s atë lloj drite, atë lloj entuziazmi të munguar në zgjedhjet e fundit. Prof, ju si e shihni situatën
në LDK nesër ka, po themi, ka përflitet edhe për disa grupe që mund të ketë tensione, përmendi prova më zbatimin e statutit partisë. Sa është i fuqishëm ky grupi, po themi, përballë Abdixhikut, që duket se përfaqësohet nga Abdullah Hoti, ish kryeministri i cili ka shpallur kandidaturën. Burimet e tensionit normalisht